Që përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur Lale në episodin e 12. Ej, vim funit, ka dal. Hello, ç'kemi si? Ku jeni? Erdhi speci! Ku jeni? Erdhi speci! Më keni shkatruar me speca, jo lutem, mos më jepni mos speca se e prishët muhabetin. Vllai, do të kishte qenë episodin e kaluar. Vallai do të kisha qenë. Jam bë meme. Do të kishe je bër me keq fare vlla. Shumë, po shqyr më doli çik mjekra. Prandaj si isha unë se isha nuk ambientohesh dot me kat. Okej, po. Edhe nuk thash nuk bëhet kjo. Edhe unë vet kam qenë duke par Max. Jo, nuk. Unë se di kjo mau që ri afër aq me edhe. Po i drejgjën. I shikoj në fillim dhjami, pastaj shikoj fytyrën. Unë e di se çka kam heq. Jo, ke vujt, jo, nuk. Janë të poshtë, janë për të varur dhe për të therrur me thik bukë. Po çka kemi sot mo bur? Kena një super film që sa ti mor Lale. Shqyr mo bur dhe ti se ngele me mytë me anime, sot kena zgjedh një on top Lale. OP, yeah. Një të fuqishëm. Sot do ta themi direkt se kena dhënë ftuar special. Ja, se pra si hale këtë muhabet. Sot kena për të forë për Mulani! Mulani vlla! Lale! Sa krashe kam pas! Ti nuk e më thot? Ti më gënjeve? Çare? Kam pas si krashe. Krashe, e ke qenë shumë tutmër. Ik marr pasko. Kush foli goblini? Mulani e bukur? Po! Mulani ishte Nuk pretendoj leksione bukurie nga Elbasani unë. Dakor? Komentoni. Dëgjoj këtu se sa marr këtë komenti për bazë, se imagjino Mulani është vetëm një princesh nga të gjithë ato të Disney që nuk përdor make-up. Që është kineze. Mulani ishte princesh, ishte thjesht një plebej. Një fshatare. Teknikisht ajo është futur në këtë zinxhirin e princeshave vetëm për impaktin kulturor që ka. O Lale me dokumenta! Lale, është princesh! Dale të kemi pastaj. Tashi, se mos dalim ka tema se aq dum. Kena e ftuar shumë special, Lale. Nuk do kemi kësaj radhe dublues, por kemi një djalë super artist, një koreograf, një balerin, Elio Guri! Përshëndetje, mirë zeta. A je mirë? Mirë, super. Si keni qenë ju? Mirë. Mirë se na erdhe valla. Keni zgjedhur një temë shumë të bukur sot për të folë, Mulanin, një film që është në gjithë historitë, në gjithë imagjinatën e fëmijërisë tonë. Po, vallai. E du shumë si film. Është fantastik. Kurse do. Po, që duhet bit dakord me Arlinën aty. Mulani s'ka qenë bukur Lal, se Mulani ka kalu për burr. Duhet ta kuptosh atë. E para punës e kinezët një fytyrë kanë, kështu që prandaj mund të maskoj, e para. Edhe aziatikët përgjithësi. Aziatikët përgjithësi, ne të mos bëjmë racista, por okay, ja kupton. Kanë shumë të gjashëm. Edhe ata për racën tonë kështu thonë që jemi gjithë lloj. Ajo na bën ndryshim. Ora kanë pëlqimet e mia, unë çfarë punë ke ti vlla. Po çfarë pëlqime që ata pëlqimet katonareske, balen atje. Ika drejt, jani. O vlla, më fol çik për veten leje këtë balen këtu. Më fol çik për veten vlla. Çfarë të them për veten? Unë jam Elion Guri, siç e thanë edhe më herët. Jam vi nga Kosova. Nga Kosova? A si pari Kosovari? Si pari Kosovari. Si pari Kosova se na vje këtu. Diem kënaq që jam i pari. Je vallaj fantastik. Jam kërcimtar, kërcej që moshën 12 vjeç, studioj koreografi, gjithashtu dhe merrem anësh me koreografi vet, po për momentin kryesisht jam kërcimtar, teatral, i dans teatri. Çfarë thua, një artist? Ka bërë super shfaqje vlla. Qa date e ka, bojeni që të shkojnë vind pansa? Ja, nuk e dia do kthehet përsëri. Do rikthehet, shpresojmë në janar, besoj. Okej, super. Në janar do rikthehet ajo. Super dhe sa më shumë suksese. Ishte shfaqja Aliena vlla. Kaq di të them. Jo, më jo. Jeni bosi si Aliena po ishte shumë? Jo, ishte. Aliena në kualitet, Dale. Okay. Aliena në kualitet. Edhe ishim një çik si Aliena. Po, aty. Me këto zhanra. Një masë një vije hall që e kemi të kalu, për pak se e kemi të kalu. Po jo, ka qenë shumë shfaqje mirë. Këndshëm. Po sa e mbamën kur e ke pa Mulanin për herë të parë? Mulanin për herë të parë ndoshta e kam pa kur kam qenë 5 vjeç, më thonë. Beng qufa besoj. Beng qufa, po. Dhe dublimin fantastik që kanë bë. Që ja boi madhi Semir Kodra. Oh my god, a kupton. Po kam një memorie shumë të mirë me Mulanin, se ne si fëmijë, baballar tonë s'na lidhim me pa Mulanin, si ishte tip gocash. Le, e shihnim ne në Kosovë themi Tinza.
Shifin ne si Tinzak të Po, vogël. Tinzar. Tinzar, kapnin telekomandën ne, e vendosnin Mulanin, si e shifnin babën, fik televizorin direkt, drosanelin. Tu e pa me cepa, me sa e lidhe të gjithën. Me fragmente. Po mos ishte mushu, ai film nuk Ishte shumë i rëndësishëm. Jo, nuk ishte kuptim. S'kishte fare. Por do kishte qenë shumë serioz për mendimin. Bravo. Kjo ishte ideja dhe koncepti që kishte Disney. Mushku si personazh është krijuar pikërisht në momentet e fundit fare të filmit. Qa thure? Respekt. Fundi është gjithmonë qershia. Nuk do bësh fare sepse kompania donte një film serioz. Këta Disney serioz. Por pastaj doli njëri në mes të studios, po sikur të fusin një dragua të vogël që bësh vetëm shaka dhe nuk e merr askur seriozisht, do t'i u pëlqyer kjo si ide dhe doli mushu me një herë. Po mu pëlqen e ide tjetër që është shumë e bukur. Kolegi dashur, ti ke barën. Jo vetëm të kombit tash, po kombit mbar Shqipërisë. O vlla im nga trevat e Kosovës, ha moj. Bëj si perandori kur i e barzë Mulani. Sa do e forti jetera, mali kur nuk gjynjëzohet. Kemi një dhurat nga Enzo Attini. Shumë faleminderit. Mbaje këtë për të treguar të gjithë Kosovës se çfarë bëre. Ku ke ardhur ti sot? Ku ke ardhur? Se ajo dora djath nuk është e plotësuar se po shoh dorën e mbajtur ku pikë. Tash i mungoi gjë. Vërtet. Të lutem. Po. Burru tash kur të vesh prapa atje, burru. Mos më po kam frikë me vonë këtë Kosovë më flas. Me gjithë dorë. Shko te babi dhe thuaj, baba, po të jap për zelimin e Atinit. Ti je një shqiptar i vërtet. Kur ti them babaj që kam ardhur atë. Na tregoj herë njerëzve. Shkon edhe me unë azat e me fitin që kanë vesh sot, shkon shumë mirë kjo. Po ti je zakonisht shumë. Klas. Kthehemi tash ke Prit, do të bëj një pyetje tipike, pastaj do vazhdojmë me Mulanin. Pastaj do vazhdoj sherrri. I ke para animet? Po si jo. Na fol çik për animet apo se ne jena persona orës për anime. E di. Do thuaj çik rrugtimin tënd të animeve, pastaj futemi te kjo. Rrugtimi im për anime ka qenë në moshën 12 vjeç. Në atë moment që kam filluar me kërcyk, kam filluar me shikuar anime. Sinkron. Një nga arsyet që mendoj pse jam kërcimtar relativisht i mirë është që kam pas shumë anime. Mesazhe që bën anime ta dini njerëz, ta dini. Me vërtet. Nga më të para pëlqymet që kam unë është një nga ato është Fullmetal Alchemist. Nice. Brotherhood, po dhe origjinali 2003 ka qenë shumë i mirë. E veçantë. Një tjetër që nuk e din shumë është Noragami. Po. E di. Që nuk e din shumë se kanë pas shumë. Ose mund ta kem papës se di emrin. Se unë harroj emrat. Edhe normal, janë the Big 3, kam pa 3. Kush është e preferuar nga Big 3? Preferumja ime nga Big 3 është Bleachi. Bleachi. Bravo vlla, ti je i veçantë vlla. Në të gjitha aspektet vlla ti je i veçantë. Ton Bleachi sa perle. Po Bleachi është shumë perle me radhë. Është merci shumë është. Mos bëni këto Bleachera mu. Shikojeni automatikisht kush nuk e ka pa po të nisë sot. Ka opira këtu, po le Bleach na. Kush nuk e ka pa Bleachin, ja pse mund tash un konsiderom edhe si whip, po edhe si otaku në ca vende të botës ndryshme. Bleach është më i mirë se Naruto, pjastaj mund ta shi. Tom the bad bash. Respekt. Asi ma boni qipin këtyre, është normale. Jo, shif, unë kam një vend personal për Naruto në zemrën time. Diku aty në se normal që jam rrit me Naruto. Tjetër bra. Edhe me One Piece-in, mos të trego buk shkallale, që të ka bo Naruto. Prit, mbaje, 2 minuta. Pyetja tjetër që ka më shumë serioze, midis Narutos dhe One Piece-it, këtë do zgjidhja. One Piece. Po çfarë? Respekt. Të lutem. Çfarë do të lindë jeti? 2005. Okay, that makes sense. E ku papa qemo, Dërë një sekund. Naruton unë e shoh vazhdimisht epizoda, shoh votifa për Naruto. Konsumoj shumë informacion të Narutos, krahasim me One Piece-in. Po One Piece ka world building shumë të mirë se Naruto. Po mirë se ka 1000 ca episode. Foli sakt. Po vlla, po ta kishe vazhdu dhe Kishimoto Naruto me 1000 ca episode, diu se çfarë do bëj. Ja, nisem Boruto. Boruto s'ka lidhje se ka bërë Kishimoto. Ne vazhdojmë me Boruto. Është main nga to, është main writer është. Në main writer është ajo është pjesë e historisë vlla. Po vlla, se kush e vazhdon Boruto, nuk është Naruto, mos e ngatroni këtë. Oho, leje se pasi. Le këtë se kemi super tjetër film. Le, kena Mulani, do nga ditë në masoni. Jo, lega se jemi ne këtu tash.
Mulani, impaktin e parë që ta ka dhënë filmi kur e pe, do me thënë me atë shkëputjet, po kur e kuptove të rënë si film? Të rënë si film, impaktin e parë, me një anë ka qenë shumë film feminist, në kuptimin që kanë dashur më dhënë shumë vlera në atë kohë, 98 duket është bërë si film. Në 1998. 98. Edhe në atë kohë kanë pas më ulje të madhe femrat në krahasim me ditën e sotme, që ju ka dhënë fëmijëve kocave të vogla kur kanë pa Mulanin, ju ka dhënë një mënyrë më të ekspresionizmit tyre. Kjo është një nga arsyet se po shko bota për lesh, ose ja. Ato të voglat janë rrit tash edhe na morin shpirtin e tjerëve. Ai vuajturin ti, zot, ai vuaj. Është çështje e keq kuptimit fjalës feminist. Patjetër pra. E keq kuptojnë konceptin e feminizmit edhe konceptin e fjalës. Gocat e reja të sot. Patjetër. Un kam një pyetje, a e përcjell ky si film mirë presionin kulturor që kanë vajzat në kin, por edhe në botë? Unë përgjithësi varet nga që koncepti i filmit është shumë unik. Një pjesë e madhe të gocave nuk janë në këmbët ose në këpucët e Mulanit, po e konsiderojmë në atë mënyrë. Kështu që në atë që ka bë, e ka përcjell shumë mirë, po është një koncept që nuk e gjen veten në jetë përditshme. Po, nuk e gjen veten. Nuk e gjen çdo person, është shumë koncepti i diçka surreale, me thënë drejtë. Shumë po. Mëse lufta tash është lufta po e vërtet po, prapse prapë. Që u bë ajo maskull, më kupton. Maskua. Ajo është ka qenë ligj lufte ty. Vetëm sot, ditë sot me të lejohet që ti është në ushtri i femër. Vetëm meskujt. Po ka qenë sakrilegj. Ishte çndërim për ushtrin dhe për familjen. Çnderove lopën, çnderove dele, çloje. Pritë. Çloje ka. Çnderove dele, çnderove lopën, çnderove ka. E kupton, e ka thënë mushu këtë gjë. Po. Ishte diçka që çnderuese, por që ishte të drejtë. Po gjëja tjetër që ishte e bukur e këtij filmi është mbrojtja familjare. Ajo vetëm e arsye pse ka shkuar në luftë është që të mbrojë babain e saj që ka qenë sakat, falni për shprehje. Po që ka qenë sakat, që s'donte me humb babain e saj. Ajo ka qenë kuptimi më i mirë. Unë kam pyetje tjetër, që e lidh me këtë që ti sapo the. Ky si film paraqet më shumë zbulimin e vetvetes apo sakrificën e familjes? Është përmirësu, është boj çike i. Ka bota pyetje të fuqishme, dhe kjo është përmirësu. Unë gjithmonë vi me përmirësim. Ai filmi starton si mbrojtje familjare, për mbrojtjen e familjes, po më duket që nga çereku ose mesi i filmit, pastaj vazhdon më shumë zbulim personal, në zbulimin e identitetit të saj. Për mendimin tim. Se është shumë e dyanshme kjo si pyetje. Në fakt e thot, është momenti kur Mulan është zbuluar që është femër, ka ikur ushtria e kanë lënë, dhe ajo i thot mushu, ti të paktën kishe qëllime të mira, do ndihmoje babain, thot që ndoshta nuk e bëra për babain tim, ndoshta e bëra sepse kur të shikoja sham në pasqyrë, doja të shikoja një person që ja vlente. Por u gabova, nuk shoh më asgjë. Dhe a bën ai, ndoshta do vetëm të bështysh pa. Do ja vlente o bushë. Shikoj. Po maskull, a kupton? Tashi, llogaritë ti. Sonë të kam lënë me qenë mashkull. Me që u bë maskull tani unë ja bleja. Domethënë ai libri sikur të isha djalë nuk vlen. Jo, ai qeni nga çarkullimi atë. Shikoni Mulanin vëlla se çai ti je i mashkull. Ajo gati u vra ty. Shive mushut. Ti je mashkull. Një fakt shumë interesant nga legjenda origjinale Sot do të flas Tiranse për hir të mushut, kaq di më thon. Në legjendën origjinale Mulan ka ndetur për 12 vite në ushtri. Po, dhe nuk është kuptuar fare që ka qenë femër. A je i sigurt koleg që ka qëndruar ashtu si ka qëndruar koleg? Nuk ma merr mendja koleg. Mendoj koleg. Po ti koleg tjetër sepse kur u lan në lum imagjinoj tre si shishe farmacie. Ata të tre ishin perlo, më shkatron ai momenti më shkatron ai momenti që kupton është mua më pëlqen ai era çorapeve të ndëre. Dhe pastaj ai dhe te lumi mos më shih mua si solla unë ata burra. O lole. Se tash të dilje. Ma të drosh i poshtë të madh. Ata ishin perlo vllai veros, ata ishin. Ai ku ka kafshu mushu atë jam kurioz. Në Mollaqe. Po ti ku ja peti? Kjo ishte aty te lumi vlla. Apo duke nga stili kafshimit. Po çfarë kafshaj? Degeneroi ky podcast. Ishte çike pritshme kur e rrethuan Mulanin në fakt se e rrethuan kështu, a kupton një moment po e fliset ashtu në ofër. Si e kishin Ping, ja kishin lënë emrin? Ping. Ciao. Jo, Ping Mulanit.
Ping. Apo ling. Emri im është Pin. Pin pra. Fix. Se unë e lidh me fjalid. Pra me kam pa dhe Po, pat. e forta fare, kur Lishang del që i thot këtyre, jep urdhrin e parë, i thot, pa e shongut tuaj të ri pingut, do ta kaloni natën duke mbledhur rizin kokër më kokër. Imagjino, po ta shikosh, pjesa e stërvitis ushtarake, Ishte shumë nice. Atë do të thoja do. Shërie gjallë. Ajo se gjithmonë vjen si imazh ajo kur e rikujtojmë Mulanin gjithmonë kujtohet atë ngjitjen që e bën me atë rrobën, po në fizikisht në ushtrime, po ta përkthejmë në ushtrime fizike, ajo është një ndër më të vështira. Po çfarë thua të mbahesh me litar? Duhet mbahesh, jo, është thjesht përthyrja e trupit që duhet të jetë në atë lloj forme shumë. Po pra, precize. Nga që është shumë e holl ajo si duhet të kesh shumë balancë të mirë me këmbët. Kujt nuk i erdhi ndërmend që ti lidhte ato dy peshat me njëra tjetër në mënyrë që ti përdorte si lehtësi. Edhe Mulani duket pa daçi se ja futi me nerv dhe u lidhën bashkë. Hajde do mirë po la jenët në shtëpi. I bajë shtëpi. Pas ka ismeni femra sa. Po nisën për shtëpi. Ikën. Ku e kam kalin tim? Ti burra nuk e bëri me gjithë ato nerva që kemi ajo nis për luk harroj shpatën. Me vogla ime, po shkoj të vras njerëz. Solli make-upin e vetë edhe mushon. Edhe brumbullin vllai. Ai është. Është karkaleta e çajit. Bul. Bravo, ai bulti ishte i fuqishëm në histori. Ore, po do të them një gjë tjetër. Ajo kënga I'll make a man out of you. Po sa do ta thoja. Ajo është bërë super virale për gjithë ato që bëshin stërvitje në palestë. Ditat e TikTokut vajtën flak me ato. Jo vlla ma të kom. Po skena kur i futen te çadra këtij. Se është ky më si e ka ky këshilltari i Lishengut. Po. Shkatë ron ai. Çaj ishte. Pritale. Jo në kanë tani as të bëj shapka të lere, të reja. Është momenti që futet mushë bashkë me këtë bul kthim për të bërë atë letra. Ai që po kështu si makinë shkrimit. Atëherë, dashur generali Shagi, lutem shumë sikur të vite tani. Jemi në luftë zogu. Jemi në podcast zogu. Qetësi. Vaj. Se u rrëmbyem se ne kemi që po flasim për filma që të mërë për anime e shkallojmë qik, se duhet mësojmë qik, më thuaj kush është momenti jote i preferuar nga filmi i parë, pastaj po hym tek i dyti, pjesën tjetër. Një nga ato e thash tash si ishte ajo që më kujtohet gjithmonë. Pjesa preferuar ishte, okay. Një nga të preferuar, po dhe pjesa tjetër është kur shpërthejnë fishekzjarët, që bie ai avolanci i madh, domethënë, me borë. Orteku që bie. Ajo ishte krijoi shumë tense moments. Ishte momenti i parë që Mulani mori që ishte në rrezik, faktikisht ishte në rrezik. Do të vdisnin nëre. Po pra, do të vdisnin. Me leje. Ajo është, domethënë, ajo si sken e bën Mulanin të vetmen princeshë e cila ka vrarë një ushtri të tërë. Pastaj që kam qef, ajo është perlë, po të kuptoj. Dhe është e zgjuar, dhe e bën ti do të rrafi gruaja, po nuk është e thonë me mua vetë për publik. Vetëm një puf. Se qëllove, si mund të të vetëm ja është. Ai karakter nuk të le valla, në momentin më serioz të filmit ai nuk të le valla. Po ajo ka qenë e bukur e mushur. Se kur i thot aty në fund ti ke momentin te shtëpia perandorit, te pallati perandorit që janë çati. Thuti një moment e vrau Mulanin, i thot jam gati zemra. Mëndis. Çuna, se kjo ka shumë, por unë them ta mbyllim për këtë pjesë të parë dhe të rikthehemi në pjesën e dytë pas pak. Shadow Claw. A do ta mbarojmë bashkë këtë punë apo jo? Nuk i pehanët, sikur bi nga bora. Radioactive. Hajde pra grimish për qoftë. Është batuta ime. Batuta ime. Ta kishe thënë. Mos përmendin qoftë. Kolegu dashur se ti e krye fjala se këtë janë të poshtë. Vazhdo me këtë. Çka gjomo? Ja të poshtë një gjë. Unë ata pyeta tani herë. Kjo ke pas qef nga treshja. Domethënë bolin, të hollin edhe të shkurrin.
Neandertalit. Neandertali ka qenë lartë, se Neandertali pse e kam pas qep, është se ka qenë shumë idiot, po ka qenë shumë inteligent Lali. Ishte dhe agresiv dhe komedika, kupton? Nikosisht. Do të me qesh nga i nati që kishte. Nxehesh edhe e kapta i boli kështu. Po, kam bërë që sa ndryqe kodë. Ai boli ishte demon o vlla, ti bëhesh ai me nerva, Europafshim vlla. Edhe ato Ai jam unë pa mjekër. Po dija ku jeti vlla. Jo. Ore, unë dua të të pyes një opinion për atë villenin e të parët, atë Shanyu. Për mu, vetëm ploti e vrau ata, me thënë drejtën. Ti qa mendimi ke? Shanhuja ka qenë shumë Ka qenë general fizik, vërtet një ishte ka qenë ai faktikisht po e llogaritën me historitë vërtet botës, ai ka qenë general i mongolëve, kundra Kinës. Ai ka qenë strateg. Thjesht ploti e vrau ata. Ploti, ato fishek zjarret, ato këto. Kina s'do i kishte mundur fare, po mos ishin qenë Mulani që kishte plotin në krahun e saj, me thënë drejtë. Ajo është vërtet. Se ata gjithë kanë qenë super luftëtar trajnuar, krahasim me këto të Kinës që i kanë marrë fermerët nga cepi i Kinës, edhe i kanë sjellë me luftu. Ata gjithë ishin të trajnuar, gjithë ishin malor, vlla, në bord mësuar me net, në temperatura të larta mësuar. Mongolët kanë qenë ushtria më e fuqishme. Jepi lopat një gjët, punoshin gjithë tokën. Ajo pjesa kur i kapi Ortegu dhe u çuan ata gjithë, o plago, perlo bura. Edhe në fund Lali e mbijetoi atë dhe erdhi prap edhe u përpiq mi vrap. Ishte çik plot ajo. Një kureshti që kam parë një herë në një dokumentar thoshte që murin që e cilësojnë muri i Kinës tani nuk e ka ndërtu vërtet kinezët. Mongolët. E ka ndërtu mongolët për të mbrojt nga kinezët. Po. Sepse struktura si është ndërtu, po shikonin se e studionin ca arkitektë dhe ca gjeolog, thoshte që nuk është ndërtu nga kjo anë për të mbrojt. Është ndërtu nga ana ndryshe, pra mongolët pjesa këtej azisë për të mbrojt nga Kina. Por thjesht është gjitha kjo është një propagandë që kanë bërë Kina që e kanë bërë neve, ne kemi qenë sulmuar dhe jo ata të tjerët. Po sa rena janë bërë ndërmjet historisë ose tani gjithë Kina e di që ti je këtu. Po, çfarë bëri? Kujdes. Dhe kësaj them un pul fushën në zgar zogo. Oraj, dizajni aty i villenit, se kishte ai Changyu dhe Shanyu. Më kujton atë generalin e madh, atë Gengis Khan e ka pas ai. Po, Gengis Khan. Dizajni si ai e ka pas. Në atë më duket ka qenë i bazuar. Më duket se ai ka qenë i bazuar. Aty janë marrë Gengis Khan. Në fakt, shumë elemente të tij, ai kishte edhe pjesën tjetër, kishte ato sytë verdhë dhe ato të bardhë, kishte të zezë. Ishte super nuhatje, ishte shumë i kështu i fuqishëm. Të gjitha këto janë elemente të njeriut ujë nga folklori, njeriut ujë nga folklorat aziatike. E kanë bërë bukur, kanë kapur kulturën kineze, kanë marrë kulturë të bukur edhe kanë bërë film, që një femër të shkojnë në luftë. Kina ka mitologji ndër më të bukur. Ndër më të bukur atë kanë vendet aziatike në përgjithësi kanë një. Ne kemi bisedu edhe te Dragon Balli për shembull, që ke Son Wukongun që është bërë referencë për Son Gokun. Bravo. Po sa më majmun fillim, po pra, 90% shonen anime janë të inspiruar nga Son Wukong ose janë të inspiruar nga Dragon Balli, që Dragon Balli është inspiruar nga Son Wukong. Po, është vërtet. Janë pjesa e madhe e tyre janë bome, po ka shumë mitologji të bukura. Një nga më të parapëlqymet mia janë the Four Divine Beasts, i thonë atyre, janë Azure Dragon, dragoi i qiellit, është në Vermilion Bird ose Phoenixi, është White Tiger, tigri i bardhë, dhe është Black Tortoise. Që është breshka e zezë, po është me bish gjarpnit ajo. E secila reprezenton një spektrum emocional. I ke të gjitha vlla tek Naruto. Tell bisat janë bazuar te këto kadre. E di kush është një ndër fabulat më të pëlqyera, flas për folklorin japonez, është ajo e djalit të pjeshkës. Pjeshkës. Po. Flet për një legjend të një çifti, të cilët nuk bënin dot fëmijë dhe gjejnë në mes të pyetjet një pjeshkë gjigande dhe babaja merr dhe e çon në shtëpi. Dhe nga ajo pjeshkë del një djalë. Po. Zakonisht ka pjeshkë totale.
E ka qarë, literalisht. Nga pjeshka, ka qënë super djallaj. Ma prezentoj e kushes. Kusho ke pjeshka? Ta pëj shoka të të vetet e shpia të takoj e Kusho ke pjeshka, lale ta Ku jam pjeshka? Det për pjeshka, Me pusha pa pa pusha. Ka rëndësi. Me të dyja. Nuk ka rëndësi. Me një keq të dy. Edhe sa se Jo. ishte, a kupton, djali i pjeshkës. Hajde pjeshka. Mundem do të me këta. Ja. Kalojm të Mulani, vlla, se kjo edhe i çik do kalojm të Kumblla, të ku e diun se çfarë. O zoti ma. Se na bëni fruta perime këtu. Po ajo gruaja që në fillim të Mulanit që u bë kështu e bardhë, ajo si ato, si quhen ato femra që bëjnë me të bardhë kështu, kanë një Konkubina. Jo, geish, si theti mo? Jo, as konkubina, as konkubinat Geisha, janë të dashurat e perandorit. Po pra. Haremi. Po pra. Nuk kanë bërë ashtu. Ajo Nuk quhet të dashur apo nëse. Janë të dashura, se të them unë, gati të martuara. Janë haremi i perandorit. Sepse ka vetë harem, e di fjalën harem çfarë do të thotë fjala? Është një këngë ashtu, është e bukur. One with unlimited. Okej, në rregull, ne më lër të ta shpjegoj, jo, që tash më lër të ta shpjegoj. Në mbretëri. Gjithmonë është mbretit e mbretëresha, mbreti ka të drejtën të ketë haremin e vet. Dhe konkubinat është termi për haremin, pra mora vesh. E kush e bon haremi, e çuna de alidemi. Edhe siç po flisja, vlla. Ajo gruaja kur vajti brenda kjo që ai bulksi e bëri copë çika të shkretën, duk fix si një mama shqiptare. Ajo gruaja. Ta jepte? Apo thu për atë që do e marton, që bën martesa. Mblesa, që e tregove herë ato problematikat, ajo ishte fix si grua shqiptare, si grua shqiptare. Fiksele, më duken si nga këto të fierit. Kam një pyetje për të gjithë, kush ishte më i frikshëm, ky Shanju apo kjo Mblesa kur i thot tani? Hith çaj. Që ju bon ato vizat. Ti mo e ngazët. Ajo është fiks shqiptare. Sot mishi me dy sy. Për kthimi shqip ose kanë bërë për cenzurë, ose kanë bërë për censur. Është interesant se ne shqiptarët jemi shumë të afërt me këto aziatikët në çështje trajtimi familjar. Po traditë jemi me traditat i kemi ta. Po perandor lale nuk dahet. Po gati 10 vite kanë qenë këtu ata. Kinezët? Po, ne kemi në kohën e komunizmit, ne kemi pas marrëdhënie shumë të ngushme. Kinën motor. Po ja, po prapë se prapë, ne në Kosovë për shembull s'kemi fare kinez ose s'kemi fare aziatik aty, po prapë kemi pas kur e shoh për shembull tash që shoh anime, që shoh mënyrën se si trajtojnë prindrit në ato, edhe mënyrën se si na kanë trajtuar neve prindrit kanë qenë shumë e njëjtë, për shembull shumë e afërt. Besoj njëta logjik prindërimi është kudo. Besoj, nuk e di, s'ja kam iden shumë, po që në përthëra të botës jo, për shembull ne nga zona po ne kemi pas shumë ndikim me lindjen diku. Me lindje kemi shumë perëndimi është shumë më i hapur nga aspekt. Bravo, Turqia zona aziatikëve që na kanë kushtuar, po le. Si më thon këtë shekullin, çfarë shekulli neve këtë kemi qenë ja të fustuar, kemi qindra kemi qenë me perëndimin, por që perandori vlla. Ta Super figurë. Sa do e forti tëra. Mona adhuroja. A kupton, kjo fjali mund ta goditur. E di kush është pjesa më e bukur. Kur i shko Lishengut masi ikën Mulani, thotë lulja që çel në vështirësi është më e rrallë dhe më e bukur nga të gjitha. Perëndor, mbretër. Nuk takon dot vajza si kjo sot ditë, mor. Top mishi me dy sy. E baj dia, ai dia. Çuna, mirrini metis për gocat të mira që keni afër se do ju mbizni budallënj. Mos e nigjoni. Kjo ishte thjesht reklam, sapo? Bëje kat këtë. Jo personët, po sharrën kësaj. Po për Lishangun më fol çik. Çfarë mendim? Çfarë opinioni ke pas se ai gjasme general, a është general? Jo, ishte çuni general. Çuni general. Po që më ditë edhe në general. Tipik bukurosh, a kupton? Lishangu ka qenë tipiku i burrave shqiptar, po e mendoja unë. Ka qenë ato që do të jenë gjithë kështu, muskuloze, janë super macho e super kështu. Ndërkohë janë gjithë si ai, si majmune. Gorilla. Po, si gorilla jemi. Po ka qenë një pjesë tjetër që ka pas character development ballaj. Gjatë njëshit të dyshit, sidomos tek dyshi. Te dyshi pa shumë character development. Ka pas shumë karakter. U bë toksik ai. Klasin e të dyshi pas 1 minuti të mbaroj këtu me këtë. Për pak se vdeku te dyshi edhe morrë. Po ishte çik, okay, shkojmë te dyshi se u fut vet dyshi. Dyshi më duk shumë dramatik, më shumë ishte. Ishte tmerrësisht dramatik. Edhe komedi që po bënte ai bukuroshi jon Mushu, ishte çik. Jo, ja kishin heq ato komizme.
Shumë dramatike ishte. Mushu bo xheloz. U kthye kundra. Thjesht kishte frikën se do humbte pozicionin e tij si gardian. Mushu do me thënë komplet ploti mushut të dyshi ka qenë thjesht mi nda Mulanin dhe Lingon. Atë arsye e kanë pas për me fut prapë. Në një aspekt s'ka pas kuptim më mushut të futet të dyshi, nga që ai më thjesht e mur pozicionin e vet prapë tek njëshi. Atë ai kishte qëllimin tek njëshi. Po si me fut comedic relief, edhe si me fut një karakter që ka qenë shumë i parapëqym të gjithë tjerët, e kanë fut prapë në këtë mënyrë, që t'i ndaj këta dy. Ishte vështirë. Kanë qenë shumë legenda ata para artëve. Po First Winchester ishte... E di që ka ngjarë nga ana ime, familja, dhe ko që fillimin ai ishte pianeci i fisit, mos shikoj mua se ka ngjarë nga ana jote. Gjyshja është karakteri më nona aty. Gjyshja dhe mua për luftën tjetër. Kur i kaloi ai, sa ka solli në shtëpi, spat. Për mua do të kishte sjell një burr. Se po e shikoj që ka boli. Jo, është ky, budollaj. Bu. Ore, ky s'kishte faj. Guri! Ore, dale. Ore, ai sekretari i mbretit, se kishte faj shketi jo. Teknikisht ai vetëm rregullat po. Ai ishte thjesht interesant keq. Jo, valla. Ai janë punëtorët e shtetit sot la. Punëtorët e shtetit sot janë fiksi ai. Jo, ky se ky është nona. Nuk e di, më të son keq ai momenti kur i thotë. Dhe e di, këtë punë e fitova vet. Gjam këtu. Pa mirë, ai gjyna pa vrua, kupton, gjeti një kush e merrte atë? Jo. Më duket se sikur gjeti. Jo. My man. Po princeshat kanë qenë vëlla super. Më folni për dyshin, o vëlla. Çfarë mendini patë kur e pesi film? Ai dyshi e them edhe ta që dyshi plotën e saj e ka pas romantik, tjetë film romantik, nuk ka pas kështu main villain kryesor që do luftojnë ata. Ka pas ishte ai princi që do e merrte. S'ka qenë çështje e vdekjes apo jetesës aty. Thjesht ka qenë çështje, kemi marrë këto princesha, kemi për t'i dërguar tek ai princi. Tash çan do derisa të mrin aty, storytelling i saj. Që ato në fund zdojnë Mulani e jep vetën si sakrificë, se Lingshuja konsiderohet si ka vdekur, se bjega ajo. Më shumë legenda aty, se thaj, okay, s'ka më burr paktën. Po marr një princ. Tipike femërore. Jo, sa e keq ishte kjo. Po marr një princ. Figurën e Mulanit, sepse ajo e bëri për të ndjekur ato çfarë synon të jep të shengu, të ndiqte urdhrat. Dhe urdhrat ishin që të dërgoheshin me patjetër një princeshë ose dikush që të martoheshin me princat. Po s'do e vunte forta të bëhesh edhe princin, po do e shijonte. Ishte princeshë, valla. Po do e shijonte. Ishte princeshë, po mos e harrosh prinçin që i thot ai këshilltari mbretit. Që, madhëri, është pa Mulani, është heroina e Kinës, shumë e veshë se tre princesha të thjeshta. Prandaj e pranon, shkakut se kishte titullin kishte emrin. Kishte fitur titull si heroinë e luftës të Kinës, prandaj e pranon vend të tre princesha. Patjetër, edhe Mau tjetër heroeshe. Të mësove njërë me flas. Heroinë e Kinës, kupton do ta kishin marrë, megjithëse është ma si për mashallah, se nuk i themi gjo. Qa po thosha, ore, po e kujtoj tani pak e nga pak edhe shumë emocion ma jep të filmi, njëshi sidomos edhe në fund fare kur i shkoj babait u preka, ishte shumë e bukur, o bro. Kur arrin familja. I dha ato, bra heroina Kinës sa i babai kjo po tallë lesh me mu. Ka mundësi tha çfarë thotë. Ajo është pjesa më e bukur, sepse unë flas si vajzë ndaj babait tim. Domethënë dashuria që gocat përgjithsisht kanë për baballarët e tyre është më e madhe dhe Famulani e tregon që çfarë bën, heq dorë nga identiteti saj si femër dhe shkon për të zëvendësuar teatrin në mënyrë që ai të jetonte. Shumë e bukur. Dhe rikthehet dhe i thotë që baba, të solla shpatën në Shan News, dhe medaljonin e perandorit, mi dhuruan të nderoj familjen tonë. Dhe përgjigja që i jep Ati, la për syve, po t'ishte princi, merr dhe më shtëpi, bau. Shkote burri jot. Ishin kines ta unë dhe kishin thonë shkot e burrit, ashtu se kalove moshën 18 vjeç. Do të mos shpiti jashtë. Aq më rrit të dvare ju mua sot. Më fol për princeshat vllajim. Ato të treja. Më thuj ti herë sa do them vet. Përfundimi i tyre ka qenë perfekt me ton drejtë. Kanë mbaruar me tre karakterët. Ata të ndoshta tre karakterët më të mirë. Po, vallaj. Dyshi, domethënë ata tre kanë qenë shumë mirë të shkruar te dyshi. Po, ishin shumë perë ato dy. Të tre. Edhe
Ishin perfekt, vëlla, një bol me një bol, një i shkurt me një i shkurt, Po, një holl me një holl një me një holl. holl. Ishin perfekt. Ajo Cherry ishte më e keqe nga ata. Ajo lau e më duke se Se kishte. më me Jo, nësika. May. Mej, bravo. Me, ka qenë e vogla që u Aja Po. të u lidh me këtë gorillën. Me gorillën, fix. Që i thot gorilla me një sy. A ju duke i lezetshëm. Me një panda të vogël budalla. Ju duke i lezetshëm. Pa ajo Ting Tingu për mua ishte preferuara. Ting Tingu ka qenë. Ting Tingu ishte perla ajo e qeshura si derë, ishte shumë e lezetshme. Ishte e lezetshme. Genci ka bo, Genc Fuga ka bo këtë pingun, këtë të gjatin të hollin, të çunit. Ai ishte më kapaz. Ja, Ling. Ling e ka pas. bravo. Ling ose një kështu me ing. Një me Me një Ciao, gëm fund. Po jemi lanë. Ashtu i kanë gjitha. S'kan katikin Lao, këtine. Mao, Tao, Ting, Ping, Qiempo Ting. është ai shëndoshë dhe Qiempo është Jao. Jao është Jao. ai i shkurtri. Ja, po. bravo. Ja, o labi. Ore të dyshi vetëm romanca, ta të tre me të tre. Po. Tani ky me atë me Mulani. Më falë se Mulani mu më duket shumë si maku të zvën si grave. Për zotin. Është i film Nuk e shqiptar, di kush e si- ka pa për shembull? Dëgjoj. Kupton se Mulani zëvendëso plakun luft. Jo, Zëvendëso sekond. princeshat për të martu. Prit në ditë kur ta zëvendësoj perandorin të Të më drejtë, lije- se s'ka ç'a bë. O ba, të më lije, Lena, Mulan, hajde na zëvendësoj çikot. ore, të më lije një natë të mendohesh, A a? thashë të lija një natë me Mulanin. Jo, po. Të nxitoj që ka të fjalë. Nuk them jo, po të më lije një natë të mendohesha, nuk do e kuptoja pse ma bëre Do stërvitesh e vlla? Bia man. Nëse vazhdo tash. Madje dhe kënga Reflection, që është filmi i parë. Që ajo po bëhesh e mashkull. Jo, kur Pesa ka. kthehet. E di. Kur kthehet që shkon tek A po që faktoria e zbuluan që ishte një femër. Një femër, po. Xherove Në fisin. fillim të filmit, momenti kur kthehet nga kjo e mblesës, që domethënë ka dështuar edhe ka të Unë nuk dua të jem një femër e bukur, më lini ti. Edhe është ai momenti, nuk e di për më është ikonike që me mëngën fshin gjysmën e fytyrës dhe gjysma është komplet pa make-up dhe gjysma tjetër është Sa ikonike. dy personalitete, dy Shumë ikonike. E pjesë. vërtet. Kemi edhe të mos harrojmë momentin që shkojnë te fush beteja, që është shpartalluar gjithë ushtria kineze nga hanët, që është ajo e vajzës vogël, e kupulla. Po. Ajo ishte momenti i parë që e kuptova unë të paktën që s'ishte aq. Jo, s'është ai fani tale. Kupton? Ishte si si- gjë po bëhen serioze. Po doli edhe pirgu atje, apo. Dhe Tamam. imagjino që ajo si sken doli me një herë mas asaj këngës. Dhe që po këndoni. Që domethënë a girl worth fighting for. Ajo është kënga e preferuar, bravo ma kujtove. The girl we're fighting for. Ajo është Oh, preferuar. yeah. Ajo është super, mua. Mushut e fishek zjarre. Sa i papërgjeshëm mund t'jesh t'lesh i dragua valla te fishek zjarre. Te topat, si ka mundsi? Edhe mirë kjo, momenti që plasa i topi, del mushu serioz. Ja në brumbullit. Më ndiz. Ai kali Po pse moment, sa të Ai dinë kali që kali. e shtyp. Po kur i thot kalit, po ti çaj e dele. Po Ama musha mos më prit vlla. e ka pasur të bukur musha atë kur po binte ajo bora kap këtë generalin e këtyre dhe Jo. Ore do ta shikojmë ata Nuk ka shumë të lale. Do ta Mos bëjmë për zotin ta hapim dhe i herë, ta Po, bëjmë i ditën e po. live. Po. Live. Po. Për zotin ta Komentoni po e hapim ta deshët, po shohim. morëm vitet komente. Doni po që ta të bëjmë një live me filmin e Mulanit? Me Filmin e dublimi parë. shqip, me dublimi shqip. Por Duhet. e di, Duhet për zotin. pjesa, domethënë një ndër fjalët më ikonike që ka mushë është kush jam unë? Kush jam unë? Unë jam gardiani i shpirtrave të humbur. Vjen edhe për dritet çu si zot, pastaj. Jam i fuqishmi. Ti mund të bësh prap gardian. O, O, po. Kush ka qenë personazhi vllaj që ke pas më shumë inatët? me shumë të inat. Nga të dy filmat flas. Dom. Ky ministri, çka ka thënë? Ministri i Te dyshi. Të shqiptari shqiptari i princi i perandorit i princi. Ah, ky Shqiptari perandorit. Ky me kostumin blu. Plakarushi, po. E ka luajtur rolin e vet shumë, e ka luajtur rolin si aktor. Aktore mirë ai. Shumë mirë. Karakteri e kanë shumë, s'ka qenë shumë i mirë, po thjesht që kanë
I bezdisë. Teatrantë e nerva. Bezdisë më vrat teatrantë e Ishte tamam çu nga ata burrat ajo la fazale ne çave gana. Por atë ishte futaj, më ta caru nerva. Por atë ishte kriju atë. Kujdes, general. Ti, babai të mund të jetë general, po unë jam këthiltar. Ka të ndarë, të nxeruar. Ju nuk jeni kalkulare as çka juve. Kam një pyetje. Hajër inshallah, se u bë serioze. Se e pesje uli zonin. Direkt. Kam një pyetje. Cila është shpreha nga të dy filmat të Mulanit që të gjitha vajzat shqiptare e kam përdorur ose e përdorin shpesh? Nuk ke pse të ikësh. Jo, unë po e marr si shembull, komandon ti. Jo. Ti e vështirë kjo më Shumë e vështirë. Ishte kjo pyetje. Edhe unë s'po e mendoj dot çfarë ishte kjo. Si ishte pyetja dhe herë? Se lidha asun mirë, Cila por nga shprehjet që është përdorur në Mulan e përdorin gocat të ditë sotme. Gocat shqiptare në ditë sotme. Ose Gjeje të dyshë se të njëshë s'ke shanse. Po Nuk dua të shoh më burrë la kuriq. Ajo ishte këtë drejt. Ajo. të duhet se burr nuk do Kur të thotë arrini të marrëdhënie bëjë si toksike ato. 2, 3, 4, jo, nuk dua të shoh më burrë la kuriq. Shkreta. Se tash të dilje. Po ka ne 7 vjeta edhe të vërtetë. Ja je pasaj, pasës domë, si birë me ex. O, sot i mat lam në kokrën e Nuk nanës. besoj se ka kafshuar mollajqet ai aty. Vaj shumë pas sa hodhi. O, nuk e di asuni shkreti çka kam pa. O, zot. Kemi që të Pa vim, i tani kur e vënë shikojmë sa do. shi e shpivur më burr. Qa më? Po, Nuk e Çfarë di ishte, këtë moj? pjesë. mushu, momenti që Se del. baja mend. Thot, o, se shi e shpivur. Vazhdojmë. Kasapo. Spatën kësaj rave. Ti po del me durë është ky episod. Sharrën e druve. Tash ky karakter development që pati ky djali i generalit që ishte me Mulanin, ishte e këndshme, momenti që vdiq ishte shumë e tepërt. Ishte shumë melodi. Kupton ai që ra. Jo, ty vërtet tragjike. shenja, jo, ty është. E bëri Edhe bukur. dublimi shqip ka qenë Po, fantastik. ka qenë shumë bukur ai. Unë e kam parë në të dyja versionet, ka qenë fantastik. Nuk e di a ke pa anglisht. Anglisht e pash po. Atë ka pëlqy po ai sa shqipse. Me thënë drejtën, më i mirë ka qenë shqipi. Ndoshta është çështje nostalgjie, me siguri, po edhe më shumë ka pëlqyer, më shumë emocion ka pas. Respekte për dubluesin shqiptar. Jo, ata kanë qenë fantastik Ata lale. të parat i kanë Qa bërë ka do bo filma. punë I dy kanë bërë do aja, filma, kanë po, bërë po, Me po. pjesën e shumë. dublimeve, studio Real. dyradhe jazz diskografik s'ka shanse për Jo, mu pikapin. realisht, Kur çdo që të vinë edhe super Ti me radhë. punë, super punë, super filme, super dublime. ajo është fantastike. Dublusit tani i kena pas On gjithë. top. Jo, i kena pa gjithë fuqishëm. Nuk ke shanse t'i kapësh. Opi si them. Jo, është ne bëmë edhe episodin me Pierinin. E Po. tha dhe ai Bravo. shumë filma tani konkurrojnë dhe shumë filma italianë Po. që imagjino kush janë Ja, italianët Janë për të fuqishëm nga ajo. për dublime. Pra, ne kemi marrë nga ato, i kemi marrë Për më tepër pra, kupton, ne kemi mësuar nga ato dhe prap i konkurrojmë fare mirë lale. Se të habit kjo Mulani, a kupton, sidomos neve çuna të paktën mbase, po flas vetëm për Po, veten në është. këtë aspekt. Se ishim mësu film femrash. Mund ta quaj film femrash, domethënë më shumë për femrat. Po, është Më shumë me krijuar mesazhi për femrat, domethënë. Patjetër mos është Mesazhet pjesa. i marrin femrat më shumë se meshkujt. Se Patjetër. meshkujt çfarë mesazhi do marrësh ti? Dëgjoje gruan. Jo. Mesazhi që mund Absolutisht të jo. marrësh. Ore me vërtet çfarë mesazhi mund të marrë vetëm mashkulli? nga lingu, ndoshta mund të kesh marrë, po ai është maskinulit. Maskilizmi. Maskilizëm mund të marrësh nga djali Okej, generalit, po. që ti je më burnor, po nga ajo, po ti e merr atë nga baba jo ditë për ditë, ai Bravo, thotë çën fëmijë i ri, thotë mos e hollë zërin, trashë zërin, Bravo. ri drejt. Të leti këtu, po ça, nuk Prej jemi ne flokët këtu, shkurt, jemi po. tradicional. A E di kupton? çfarë Dale. pëlqen mua Ha, të se e funit se do ta mbyllim se shkoj pjesa Më 2. pëlqen momenti kur generali i ati i jep të detyrën që do stërvisi ushtrinë e re. Edhe i thot këshilltari, ndoshta do të zgjidhni një tjetër më me përvojë, edhe i thot ai njohuri të shkëlqyer në strategji. Fizik i shkëlqyer, ushtarak. Baba të me luçoni. Fizik i shkëlqyer, Kam ushtarak. bo kështu lakum lere. Okej, dhe me lakumin e mbyllim me këtë pjesën e dytë, shiflam pjesën e tretë, lale se ka gallata sot. Okej, u rikthy. Por unë doja që ta nis pjesën e fundit me një pyetje. Nëse Mulani do dilte sot, do kishte po të njëjtin impakt?
Me thënë drejtë ndoshta do kishte më shumë se sa që ka pas atëherë. Nga që feminizmi është rritat shumë kohën e fundit, këto 10 vitet e fundit. Do bëhesh më shumë impaktiv. Po do e hedhin më shumë vende, a kupton, do ishte javë për javë në kinema, do ishte javë për javë në streaming, do e shikonin gjitha gocat e reja, gjitha të rriturit, edhe besoj që do kishte më shumë impakt se që ka pas atëherë, për mendimin tim. Unë flas domethënë nga perspektiva ime. Unë mendoj se në atë periudhë kur ka dalë ka qenë ndoshta shtysa e parë për t'i dhënë feminizmit atë fuqi dhe atë hap që ka marrë sot. Po mund t'jetë ajo nga që normal, Muljani ka qenë për fëmijë. Që ajo ka qenë ndoshta hapi i parë tek gjeneratat e sotme që t'jenë feministe ditë sot. Po, me dal tani mos mbase kthehet edhe ters, se për shembull mos është kjo aspekti që kthehet në mashkull, mos mbase bëhet ndonjë polemik për këtë aspekt. Po jo, po a di pse them ndoshta që do kishte më shumë sukses, nga që edhe jashtë kur e mendon në Amerikë, për shembull, kultura e tranzicionit gjinor është bërë shumë normale, edhe është bërë shumë kjo do ishte fiks në ato rrjedhat. Kur ta mendosh që do ta kishin transformuar shumë. Mund ta kthenin edhe keq pra, sepse prandaj po them. Tamam mesazhi i kësaj është për familjen. Po, do ishte suportuar nga pjesa e madhe e komunitetit homoseksual, komunitetit trans, do ishte domethënë do ishte më shumë për ata sa për fëmijë, kur e mendoja. Prandaj them ndoshta do kishte më shumë sukses si film, e jo si histori. Po. Si trajtim. Që ka dalë atëherë. Po, që ka dalë atëherë. Amin. Se na janë shtu shumë këta. Amin. S'po flas. Se në 98 nuk ka pasur rrjete sociale. Domethënë ka qenë Facebook. Jo, nuk ka pasur kështu lloj. Domethënë tash por. S'las dot. Nëse mushu do ishte i vërtet sot dhe do kishte TikTok. Çfarë? Çfarë do vëzonte? Kjo është pyetja e ditës, vlla. Mu përgjigj, vlla. Mu TikTok lale. Musha do kishte qenë trending. Po TikTok dance ja kupton. Mendiz zemra. Mendiz. Ku është burti? Burti. Na hodhën studion po. Vazhdojmë. Ka dhe njerë bultin. Kjo pyetje të lutem më përgjigj se është shumë e Me siguri do kishte bë, ose këto TikTok dances do ishte trending gjithmonë. Do ishte shumë trending, po. Edhe komedi do kishte bë me siguri. Po jo komedi që do të bëj komedi rasist. Thjesht mirë lale. Kush do ishte më i famshëm nëse do kishte Sidi TikTok? Fili TikTok. Mushu TikTok që e tham. Gomari TikTok. Te Shreku. Kjo është e muaj. Për mua, Promax. për mua do ishte Gomari. E ke qa, ai e kishte gojën e të knaqe. Gomari Jam kredi vetëm. Ska jemi pra Gomari, si shton këta fëmijët e ditës sotit, ka qenë the ultimate Rizzler. Ka Kapi dragua. O vllai, si u puna të draguat? Dragojnë u rritë tash edhe ky ka një elit dragoj që e mbrojnë, a kupton? Gomari më i fortë në botë Alban. Ska me ta zemra. Ajo po e hante kjo, sa thon të bukur që ke. Ua, imagjinoj filin TikTok lale. Një kontakt fizik i pa Fili do ishte i kokra pervers. Do ishte pervers. Do ta bënin ben ata, nuk do bësh fili. Kush bësh ben? Ben. Fili? Do bësh e ben. Ai do të trajnoj ju zemra. Ai do ishte to trajnerët e palestrave. Trajnime falas për Zotskat. Jo, do të ishte ai, do ta kishte ikur fare. Një morime se. Po Sidi do kishte qenë shumë i fortë. Sidi do kishte qenë konkurrent i fuqishëm. Sidi Mbas do talleshin shumë me Sidin. Sidi do nxirrte Sidi do foto ishte ato qenë dragojnë ai personi në ato. Do ishte i bullizumi. bullizumi. Do ishte i bullizumi Sidi do ishte qenë ai bullizumi që bullizon në Se komente. Sidi do kishte atë krenarin për të folur dhe të gjithë do talleshin me ta, do bëshin kafshë nga tavla. Po sa keni me mua mos Dhe ka nga një dasore, dhe sa unë ka vetëm bukurin time, djalosare dhe këtë grupi Mariati. E di kush ka qenë memja më legjendare që kam parë, që më ka pëlqyer fare me Sidin, është ai momenti tek filmi me këto dinosaurët, që gjen vezët çelin, edhe ky po përpiqet gjej ushqim për këto dinosaurët e vegjël. Edhe është ai momenti që shkon të marrë qumësh. I shkon një demi në vend të lënë, nuk e pa në demi. Mendova se ishte një femër. Shoku i kur del nga hoteli. Pastaj a ka pasim të një nga filmet që gjen një terracës vet. Po.
Ajo, si bjen dashuria e Ajo del plak. Ai shoqëre gjeti. Edhe pas po plak ajo sa ters. Po, sa pa, ai është më fatkeq nga Ai zgjidhja. ishte vetëm ters. Se mushu ka, okay, fat në keq, po i del shonci Del legendit. sonse. Po dalin se po ndrojmë pak si film. Po pra. Se do flasim. Mushu ishte thjesht, domethënë një karakter, nuk e di, budalliku i tij i logjikshëm që të bënte mirë për filmin, për Mulanin, ishte ignorancë. Më kuptosh apo them? Jo. Apo e bëra? Jo. Edhe herë do ta them, po e mbajta mend fiksi që thash. Domethënë, planet që ai bënte për logjikën e tij që bënin mirë për historinë e Mulanit, që edhe Mulanin e bëri mirë, ishin ignorante. E kuptove tani çfarë thash? Po. E kam sinqerisht. Jo. Prit, marrim lapse letë. A bëjmë klaster. Kuptova shumë mirë. Ke drejt në ca aspekte, E ke kuptoj drejt. juve jeni Ne komplet të kuptova se pa. po bëjmë shaka. Ke drejt në ca aspekte se ka qenë shumë planet që i ka bë për Mulanin, edhe pse i ka pas për të mirën e Mulanit, i ka pas për të mirën e vet personale. Ishin ignorante të plane, po kishin sukses. Po. Po ishin budalla, ishte Jo, budalla. e vetmja ide që pati sukses. Domethënë, është momenti që shkruan letrën. Shkruan letrën për t'ia dërguar këtyre gjeneralit që do të shkojnë me patjetër luftë. Po. Ajo ishte e vetmja ide, se gjithë të tjerë, domethënë, gjithë po përpiqeshin që gjushin ato shigjetat me ato që ishin si Po kur i vetë domatën, aty tak. edhe del gjëqesh. Te pjesa e luftës Lala ato kanë qenë fantastik kur e ndihmojnë Mulanin. Po. Qyte momenti që të kanë bo vezë. Të bëra vetë sy, jam të nëndër që po shikojnë. I jep vezën, i thot harrove shpatën. Po. Ja nuk jam unë. Fillojnë gjithë to pasaj peripecit të trajnimi, nuk ka i karakter vlla për mua e bën. Po kur ja fut ati fajkojt me zjarr. E bën pula, ajo ishte perl. Ai momenti ka qenë kështu. Ka pas shumë bif me atë fajkojnë. Më kujtohet bif keq Më fare. kujtua ai moment ajo piktura që është Zoti me njeriu. Po. Sa edhe më pul fushën e zgarë. Morte edhe kthes, merrte edhe seks, thash kthes. Seks, a kupton? Ore. O disleksiku O, i i juve valla, s'do ka qenë me këta, pra, kupton? Do mi bëj këta pra speca, nuk po. Gjithë mirat. Erdhi momenti tani apo kemi? Erdhi momenti valla. Erdhi momenti të bësh lojën Tani vlla, fund vitit. Besoj ke parë filmat që i ka parë tër fëmijëria jon, tër gjenerata jon. Besoj. Do mirë, do të pyes. Përgjithësi, i pasi. Filmat vizatimor flas. Vizatimor. Ashtu do të bëj pyetje ty, do më thuash që preferon më shumë, okay? Hajde. Nuk jam si Arlinin, nëse e ke parë që ta ke parë. e nisim buçu, unë e nis si keq, do ta nis. Filmi i parë apo filmi i dytë i Mulanit? I pari. I pari. Nuk diskutohet. Ja respekt. Patjetër. Mulani apo Epoka e Kullnajave? Po ka kullnaja vlan. Për mu personalisht epoka ka qenë më e mirë. Ishte më e mirë. Epoka e Kullnajave? Jo e nise Igor vlla, po e nise Po so, e di unë me atë. mitraloz. Epoka e Kullnajave vlla apo Stina Gjuetis? Apo s'ke dhe personazhin që të ke emrin e ngjashëm. Ëh. Po ka kullnaja prapë. Epoka e Kullnajave. Vetëm se ka më shumë filma mbas e ka mundur. Kush? Na që ka më shumë filma Epoka e Po jo ma Kullnajave. aty 3, 4 ka dhe Jo, 2 ka. 2, jo 3. Stina Jo, Gjuetis ka ka 3 katër. duket. Ka 3? Tre, O, ka që e katër. kanë bërë këtë të fundit me, ajo ishte kot fare, E leje. di se kam pa. Ka disa. Epoka e Kullnajave apo Simbad Marinari? Është e forti çike. Janë të tëra të forta, kështu që Është ai qeni. Atje. Është Aries. Prapë do shkoj me epokën e kullnajave. Kam shumë memorie të mirë si fëmijë me epokën e kullnajave. është thjesht. Një kohë na dilte javë për javë filmat e tyre. Po për zot. Nuk shihni asnjë gjë tjetër poshtë epokës. Domethënë, Epoka e Kullnajave apo ai filmi që është ai djali që shkon në hapësirë me atë të shnoshin, ma kujtot që ka të filmi. E di për kë po flet. Ma kujtot që bën deski ai që shkon Planetit e Sarit. Planetit e Sarit. Aha. Planetit e Sarit. Planetit e Sarit, James Piedi Hawkins. Ashtu bravo. Filmi im i para pëlqym, vizatimor i fëmijërisë time është ajo. Më besoj që nuk është ajo deri në fund ti pyet Sori do Planetit Po, ndrosh. nuk do jetë, nuk do vazhdoj tjetër. Okej, tash Planetit e Sarit vlla apo Shreku? Planetit e Sarit. Mohabit e Qa Shreku. tha? Shreku se kam pas shef me të drejtën. Jo! Ti ke qef Gomarin dhe s'kishe qef Shrekun? Shrekun si karakter, jo, Ah. Gomari ka qenë i Po, vetmi themi person filmi, që bre. më ka mbajt me në atë film. Po mirë, Planeti i Thesarit
Ta bëjmë kështu, ha, për ty, për ty, se ke nevojë. Ke nevojë se do të bie rond. Jo, u habita çik me këtë shreku. Po. Vazhdo se më bëri sik impakt. Planeti Thesarit, vëlla, mirë jam këtu. Planeti Thesarit apo shëtitja e bebit. Çana ke bomë. Jam i hidhur çu. Stin. Shëtitja e bebit. Po mirë, shëtitja e bebit apo Herkuli? Për komedi ka qenë shëtitja e bebit. Okej. Shëtitja e bebit apo I vetëm në shtëpi? I vetëm në shtëpi. I vetëm në shtëpi. Ka qenë super film. Treshin e kam pas shpesh. Na ditë që shpesh herë treshi. Treshi s'është as me atë. Që ka ndrohet bëhet një djalë tjetër. Me që u futet nga filmat. Ja, do të thoja edhe një fundit. I vetëm në shtëpi apo Doktor Dolittle? Doktor Dolittle. Bra! Ska shansa. Kisha unë, mylla. Informacioni fundit. Eddie Murphy është voice actor I mushut. Po, në versionin anglisht, jo të tonin se... Po, të vinte këtu a Edi, na pas kam su shqip. Qa bërë bre lalkë? Nuk ishte nga... Ishte kremoze. Shkeni ju. Jo, sa gjë. Ishte perfekte. Ishte kremoze, mu më pëlqeu shumë. Eddie Murphy, po ti ishte shqiptar do ishte korçara, ja automatikisht. Jo. Dyshoj gjanë në shumë, po, korçar, po edhe shkodran, se di që ma jep edhe... Një nga do dyja. No. Si shkodran ma jep O shkodran, o korçar do ishte. Gjithë shkodranët që I kam njoftë në deri të shikë në Shqipëri, kanë qenë paka shumë ngjajshëm me Eddie Murphy. Okej, që ka shkodran? Me las. Nuk është korçar. Do ketë një del nga anës sëmës. Mbas. Po është ngjajshëm me korçarët që kam njoftë, të thënë drejtën. Okej, E lam. ne arritëm fund tash. Fatkeqësisht. Nuk kemi çaj bëjmë se Mashallah, sa jemi 3 ditë me fol për këtë. Preke undën mos na marrim. Mashallah. Prekeni vetëm hundën Preke unën tjetër. Preke unën po them. Jo, vetëm hundën. Ashtu. Vetëm hundën. Çfarë prek ti? Do thoja gjë tjetër. Çfarë prek ti? Preke marr. Zor. Vazhdojmë. Okej, falenderim shumë special për sponsorin tonë dashur Amos Ti Qartin që na ka rregullu bukur, na ka bë. Vetëm që s'flet do të gjumë se ka madh mos e Për zot, jo, për të prish nuk e gjej gjë se kam fletu me këtë. Ke fjeti, apo mirë, po ka flet Arlini, unë jo të Nuk e flet, po gjej unë gjë. se heq mo. Nuk e gjej gjë valla. Automatikisht. Boni edhe tërheqje militar po deshet e veni kështu mes nuk e gjej gjë çam me. Nuk I ndodh ka gjë. Valla ti sugjeroj, për zotin janë fantastike. Cilësi premium, Edhe me kodi. ti jepi idenë çfarë do të bësh. Ta bën ai. Se ja, më dol aty ku desha të dal. Në shteg. Patjetër. Përdorni kodin SHADOW25, mos e harroni se merrni një diskaunt fuqishëm. Se kam marrë dhe Black Friday, festat më harrojmë prap. Vazhdo viti përpara lale, duhet ai discounti. Për vit të ri duhet një gjë e re në shtëpi, po hesta si merreni aty mos na lini. Kështu që përdorni discountin për ulin që ka po dhe për vitria. Double Double discount. Double Tregoni discount. çik çut olla. Per favore. Bëni dhurata për Krishtlindje familjarëve tu. Oh, ja. Bravo. Ja, të dashurit, mos të dashurit, shoqni. Mos të dashurit. Atë që urreni sa më shumë. Atyre sidomos. Kujt të doni, nderojeni dhe nuk keni shqetësime më. Edhe gjithashtu falenderim shumë special për Enzo Atinin Enzo Atin që ta la. Normal, bukuroi këtë kostumin. Këtë do e mbajmë Ta mbash edhe ta si gëzosh. pjesën kryesore të çdo gjëje që e vesh tash. Të shkon me, Të shkon shumë miku im. Pëlqeti shumë kjo dhuratë, falenderoj gjithë ta si ekip. Të lutem. Shumë faleminderit për ftesën. Asi bëhet fjalë. Edhe jemi kënaqur besoj. Shumë. Koleg, kënaqe më tepër kur s'mi harro detyrat ti. Jepi. Ka rënë herë detyra atë, po thjesht mu tani kolegun pa falendëruar. Të vdes. Por unë falenderoj edhe Flower Decor DM për këtë dekor të bukur që ka vendosur. Kush ka dëshirë të bëjë një dekor me lule plastike, Ujvara Shatërvanes, dhurata për ta përmituaj, kontaktojini se edhe për keni të largë. uleje. Edhe për të largë. E bëj me porosi. Me porosi dhe ato. Dhe? Në fundit, për nga rëndësia, ti I ke shiju këtë pushime? Thuaj. E ke S'ka menu po nga do pushime ikësh? rrezik I shkreti. Kam bë pushime. Do të sugjeroj një Qenë vend shtator. fantastik. Është një vit private, në një zonë rurale. Ma ngrej zoni se është potente kjo gjoja, mos mul zoni më këtu.
një vilë private. Ashtu. Në një zonë rurale. Mos. Me pishin. Pengjoj operën të 2 kata. Super arredim. Në super ambient. Ti mund të kalosh kohën. Qo brenda dhe jashtë saj. Thjesht në mënyrë fantastike. Dhe ajo është vila private jam. Thjesht shkruaj. Bum, shpërtheu! Kontra kytje, opera, baleti! Kontaktoni dhe rezervoni ditët e juaja. Mos ma harroni këtë gjë. Absolutisht. Dhe Vila private jam, falemderit. Tani falenderoj me Elmaco! Mjestri që erdhi! Shumë faleminderit miku im. Sa më shumë suksese të uroj në çdo projekt Shumë faleminderit. dhe mbare mirë. Shumë Je faleminderit. super artist dhe je nga të paktët që je shumë kualitativ dhe shumë i aftë në atë profesion. Shumë Na ke Je faleminderit. talent vllai shkur. Mashallah. Bëj qefi. Mashallah. Prap me hundën ju. Prap me hundën. Por vetëm hundën, mos harroj. Kështu që falenderim shumë special edhe për ju, edhe shifemi bashk episodin e tërë, si që 13. Çfarë do kemi na atje? Pikërisht pra, kështu që qëndroni, bëni like, subscribe dhe bëni asaj zile sa të trinj dhe Urgjentore, shpejt. qëndroni. Mirupafshim, kalofshi Ciao, mirë. kalofshi mirë. Shadow Clone.